Të gjithëve, mirë se vini në një epizod të veçantë të podcastit tonë. Sot jena këto për me fol për një temë që na prek gjithëve. Ajo temë është dhuna, edhe çfarë mundemi me bëu si komunitet që me ndalu ato. Dhuna nuk një mosh, gjini apo vend, prandaj është koha me flit për nevojën që kemi për me trajtu këtë temë të ndihshme. Kemi ndej në knatësinë që sot të jetë në kryetari i Komunës Mitrovicës, zotri Arjan Tahiri. Përshëndetje në kryetari. Përshëndetje, faleminderit shumë për mundësinë. Unë jam shumë i nderuar që jam sot këtu bashkë me ty, në zonë se shkëlqyshëm me shumë perspektivë, po njëkohësisht jam i nderuar edhe i emocionuar në kuptimin pozitiv që gjendem në ambientet e shkollës të mesme të mjekësisë, Dr. Xheladin Deda, shkollë që dikur e shantëzans i saj edhe. Vjen mirë, mas pari faleminderit edhe ty që ke gjetë kohë me ardhë dhe na ke nderuar shumë me pjesëmarrjen tonë në këtë podcast. Edhe pa marrë shumë kohë, këshëm fillu drejt në temë, këshëm pyes drejt në temë edhe i këshëm bërë disa pyetje. Pyetja e parë është cilat janë sfidat më të mëdha që përballoni me rolin e nënkryetarit. Po, të qenë nënkryetar është pozitë publike në nivel të lartë hierarkik brenda institucionit të qeverisjes lokale, përkatësisht Komunës Mitrovicës. Detyrat kryesore janë që duhet të përveç me ofru shërbime sa më të larta e më të avancume për qytetin edhe qytetarët, njëkohësisht me u merr me sfidat e qytetarëve, sfidat e lagjeve dhe sfidat e qytetit. Sigurisht që qytetarët po edhe lagjet në qytetin e Mitrovicës ballafaqohen me sfida e problematika ndryshme. Janë pra sfidat e qytetarëve, sfidat e qytetit, ato të cilat më preokupojnë janë sfidat mia personale. Tash e 4 vite unë zgjohem në mëngjes edhe bin mbrëmje me pjetë me sfidat edhe me qytetin e qytetarët e Mitrovicës në kuptim që me ndërtu strategjinë për me bo maksimumin që me zgjedh në mënyrë sa më të mirë më të shpejt, po në njëjtën kohë me mojt edhe vizionin se ka edhe cila është sakt perspektiva e qytetit të Mitrovicës. Si rezultat i kësaj ne kemi arritur që një numër të madh projekteve të nisim, një numër të madh projekteve të finalizojna për të hapur një perspektivë qytetit tonë, qytetit Mitrovicës, kuptim të modernizimit dhe integrimit e avancimit vis-a-vis me qytetet evropiane ku është fokusi jonë si shoqënie, si shtet, po karshi kësaj pa asnjë dyshim që duhet të investohet, të punohet që të bëhet transformimi edhe në infrastrukturë, edhe në objekte publike, mirë po edhe në qasje e në bashkëpunim. Po, qysh e shihni në rolin e trive mundu me thonë zhvillimin e komunitetit tonë? Mendoj që është shumë praktik. Pra, tri tonë kanë potencial të lartë. Tri tonë janë aq të avancuar sa që një ri i qytetit Mitrovicës, po edhe shtetit Kosovës, nuk mund të gjesh dallim me një tri që jeton ose ka lind në shtetet evropiane, secili prej tyre e njeh gjuhën angleze, secili prej tyre e ka entuziazmin për me u ngrit në kuptim të kompetencës profesionale, po edhe secili prej tyre e ka dashninë e madhe për qytetin dhe për shtetin dhe i sheh që janë aktiv kuptimin e politika publike. Një indikator i kësaj është të shohim që reagojnë shpejt kur ka diçka që duhet më reagu, mirë për njëjtën kohë edhe dhanë përgëzime laptota kur ka diçka që është e mirë e qytetit. Pra këta janë ata tregues që trit kanë qasje shumë proaktive për me zhvilluar me përcu qytetin dhe të ardhmen këtë vend. Si ndikon dhuna, veçanërisht ajo psikologjike dhe verbale në shëndetin mendor të trive? Konteksti i dhunës është e lidhur shumë me këtë transformimin në mendsinë. Këto thamë, ne vim se shoqëni dalim prej një shteti ku kemi qenë në sistem komunist të menaxhuar, pra kemi qenë pjesë e Federatës Jugoslave. Dhe prej vitit 90 kur ka filluar më aktivisht periudha e rezistencës, organizimet, deri te viti 99 me luftën e lartëshme të ushtrisë lindore të Kosovës, mirë po edhe me mbështetjen e aleatëve, ne kemi rri që ta fitojmë dirinë, pra ka ndodhur një transformim në kuptim të
asoj periudhën që kemi qenë të rëbrum, e kemi fitu lirin, mandej ka ndodhur transformimi në kuptim prej sistemit komunist në sistem demokratik, dhe ka ndodhur transformimi politik prej një partijak në shumë partijak. E thash këto për me orë të kjo mesazh që po du me përcjell, jemi në transformimin mental. Çfarë kuptimi transformimin mental? Transformimin e gjeneratave. Po gjeneratat të cilat janë duke orë, janë gjeneratat që kanë lind në sistemin demokratik, kanë lind në shtetin e Kosovës dhe kanë qosjen demokratike, kanë të hopun, dhe këtu është ajo ndeshja për shkak që prindërit tonë, gjyshrit tonë kanë jetuar në një sistem tjetër, është ndeshja në mes të mentalitetit mes gjeneratave, dhe sa më shpejt që bëhet transformimi është aq më pozitive. E sigurisht që transformimi ka rezistencë, ka kompleksitet, ka sfid, e këtu mund të hosëm edhe me problematika të tjera siç është dhuna apo diçka tjetër ngjashme, po konsideroj që me ngritjen e vetdijes dhe ngritjen e intelektit të përgjithësi të shoqërisë janë në dukuri negative të cilat eliminohen, menaxhohen, trajtohen, zbulohen më shpejt, më lehtë dhe domët i kanë më të vogla. Mu lidh në pak të dhuna në shkolla, sa shpesh raportohen ashtë rastet bullizimit në shkolla, edhe si trajtohen ato prej institucioneve të ndryshme. Është mirë që është vetdia, është komunikimi, mirë po janë edhe institucionet kompetente të cilat merren me këto dukuri e këto fenomene. Sa unë jam në informacione shoh që këto dukuri raportohen në afat rekord, tash mundson edhe këto mjetet e komunikimit, avancimi i teknologjisë, mirë po edhe forcimi i institucioneve që duhet i përgëzu, edhe institucionet komunale, mirë po edhe policinë e Kosovës, të cilat janë shumë aktive edhe përgjigjen në mënyrë shumë profesionale me korrektësi sohor që diçka ka ndodhur ose ka pas nevojë në shkollë, pra policia e qytetit Mitrovicës e ka bërë punën e vet në mënyrë shumë profesionale dhe shumë aktive, për çka dëshiroj që ta shfrytëzoj këtë moment që ti përgëzoj e ti falenderoj për punën e tyre me shumë përkushtim e profesionalizëm. Ata i falenderojnë gjithë se e dina që ata i bojnë ashtë edhe punën më të madhe të pjesa dhunës, edhe një falendrim i veçantë edhe për ata. Çfarë programesh ose fushata ka organizuar komuna për me parandalu, domethënë, këtë dukurinë e dhunës? Komuna e Mitrovicës mbështet organizata jo qeveritare, mbështet me subvencione, mandej ato të cilat zhvillojnë aktivitete sensibilizuese, vetëdijsuese, lobbuese, avokuese në këtë fushë, mirë po edhe vetë personalisht si drejtori përkohëse qoftë arsimit ose drejtoria kulturës marrin përsipër që të organizojnë bashkëpunim me shkolla, bashkëpunim me nxënës, aktivitete që ndikojnë në ngritjen e vetdijes me qëllimin e vetëm të avancimit të nxënësave, perspektives nxënësave, mirë po në njëjtën kohë edhe të menaxhimit e minimizimit të këtyre dukurive e fenomeneve negative, në cilat hos edhe shoqënia jonë, mirë po hos shoqënia edhe europiane e globale, për shkak që këto janë dukuri që kanë qenë, vazhdojnë të jenë dhe do të jenë, mirë po krejt çka fokusi duhet të jetë që të ngritet vetdia e të menaxhohen sa më mirë e sa më lehtë, kuptojmë që dëmi i tyre të është sa më minimale. Ti përmend e krejt këto fushata dhe iniciativa, a janë të përfshirë nxënësat në këto? Patjetër, qëllimi kryesor janë nxënësit dhe gjitha këto zhvillohen me nxënës. Një pyetje tjetër, si mundëm na me kontribu na vetë rritë në parandalimin e dhunës? Një lloj mesazhi që e ki se qysh na mujt me vepru kundër dhunës. Duke ngritë zërin. Hopi parë është që ju duhet ta ngritni zërin dhe ju e bëni këtë në mënyrë të shkëlqyeshme, për shkak që e keni edhe guximin moral, e keni edhe guximin e vetdijes edhe intelektuale thamëlirisht, për shkak që jeni me shumë perspektivë e shumë përgatitën. Pra është dhe duke bashkëpunu, duke marrë komunikime, duke qenë aktiv, duke qenë të organizuar, për çka po duhet të përgëzu se gjitha këto jeni duke i bënë në mënyrë të shkëlqyeshme. Dinan që ka raste që trive që janë të bullizuar ose janë në dhunë, do me thonë që përballen e dhunë psiqike, fizike dhe lloje tjera, që është nashta mesazhi që kishe dashur me për ta që ndjehen të pafuqishëm për me reagu kundër dhunës.
Ne si shoqëri kemi obligim që mos të lëmë ata të ndihen të pafuqishëm, përkundrazit t'ju ofrojmë bashkëpunim, t'ju japim respektin që ata e meritojnë dhe të punojnë bashkërisht me ta që të i kalojnë këto momente, secili në një rrethon, në një kohë të caktuar prej neve ka qenë i sfidum, i cënum, i ndier inferior ndaj një stote, ndaj një individi, po vetëm duke posë çështje shumë pozitive ndaj tyre dhe ndaj secilit, këto fenomene largohen dhe të i kalojnë këto momente, emocione jo të këndshme. Për me përmbyll, edhe unë dashur ta jap një mesazh që e kuptuam sot në këtë podcast, e kuptuam që dhuna nuk është çështje veç private, është edhe publike, sociale, edhe për me parandalu këto, domethënë duhet me vepru kolektivisht, nuk mundem vetë domethënë me ndalu. Të falenderoj përzemërsisht që ishte sot pjesë e podcastit tonë. Faleminderit shumë që gjete kohën më ardh edhe shihemi besojnë podcastet e tjera. Faleminderit shumë juve, për mu ke shumë kënaqësi edhe më gëzon fakti me po juve, me po shkollën e mjekësisë, me kaq shumë perspektive potencial edhe duke u avancu çdo herë në kuptim pozitiv të plot. Faleminderit. Derisa shihemi në episodin tjetër, qëndroni të vetëdijshëm, qëndroni aktiv edhe mbi të gjitha qëndroni njerëzor.